Kryetare, ndodhemi në ditën e 4. Vlora vijon të ketë probleme furnizim me ujë të pijshëm. Cili është problemi? Çfarë zgjidhje është menduar nga ana e bashkisë dhe ujësios kanalizimeve bashkë dhe cila është zgjidhja për furnizimin e qytetit dhe qytetarëve me ujë të pijshëm? Mendoj që nuk është momenti tani të ndajmë përgjegjësitë, por dy gjëra, duke qenë se bashkia nuk ka varësi ndaj ujësjellësit, pra ujësjellësi për 2 vjetësh i ka kaluar në administrim Agjencisë Kombëtare të Ujësjellësve, por nuk është momenti tani që të dalim në përgjegjësi, momenti është tani të menaxhojmë një fatkeqësi natyrore që her pas here në periudha intensive edhe me juve kemi komunikuar që kjo fatkeqësi natyrore e kaluar prej vitesh dhe ka dhënë këtë lloj defekti serioz, ka pasur një angazhim serioz, edhe patjetër bashkia ka munduar të suportojë pjesën e menaxhimit të zgjidhjes, edhe lajmi i mirë sot është që testimi ka rezultuar pozitiv në provën e fundit që është bërë dhe një pjesë e qytetit, pra pjesa e Lungomarës me një presion minimal për të mos rritur nivelin e riskut që të na çedoj përsëri prova, derisa të bëjmë zgjidhjen përfundimtare që është shumë shpejt. Zgjidhja përfundimtare me pjesën origjinale që i duhesh pjesës së tubit që është përdorur në këtë, kemi filluar të japim pjesës së Lungomarës dhe një pjesë të vogël të lagjeve. Pastaj pompat në këtë testimin gradual do të fillojë të furnizohen pjesë të veçanta të qytetit, por dua të theksoj që në qytet operojnë mbi 15 bote ujë prej 3 ditësh tashmë, por i kemi dhënë prioritet pa diskutim institucioneve të rëndësisë veçantë dhe sot janë futur në networkun e shpërndarjes dhe kopshtet, edhe kemi përpjekur të mos çedojmë shërbimin e qytetit dhe institucioneve dhe patjetër dhe banorët. Është futur skema e shpërndarjes së ujit të pijshëm nëpërmjet kryetarit të rajoneve dhe botet në gjithë qytetin. Për të garantuar furnizimin minimal për qytetarët me ujë të pijshëm si dhe institucionet, janë vënë në funksion 15 autobot ujë, të cilat po vijojnë të shpërndajnë ujë në zona të ndryshme të qytetit. Prioriteti është dhënë institucioneve me rëndësi të veçantë si spitali, materniteti dhe shërbimet e emergjente, ndërsa paralelisht po bëhet shpërndarja e ujit edhe për lagjet më të prekura. Autoritetet bëjnë me dije se furnizimi pjesëshëm me ujë po realizohet me presion të reduktuar për të shmangur rrezikun e përkeqësimit të defektit. Ky furnizim pritet të përmirësohet gradualisht në varësi të ecurisë së punimeve dhe instalimit të materialeve të reja që kanë bërritur tashmë nga Turqia. Punojësit e ujësjellësit dhe inxhinierët janë të angazhuar në kushte të vështira në teren, duke e punuar ditën natë pa ndërprerje për më shumë se 72 orë resht. Autoritetet kanë shprehur mirënjohje për përkushtimin e tyre, duke theksuar se pa këtë angazhim maksimal të punojësve të ujësjellësit, situata do të ishte edhe më e rëndë. Megjithatë do të ketë një analizë duke qenë se normalisht është 4 ditë pa ujë qyteti është goxha e problematik. Do të ketë një analizë, nuk ka patur pjesë shtesë. I nderuar, kjo është një analizë që takon ndërmarrjes së ujësjellësit që ka një menaxhim, pa diskutim një menaxhim, po siç e dini, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellësit është njeriu që ka ndënjur 72 orë së bashku me stafin e bashkisë, 72 orë bashkë me disa punonjës, të cilët 40 orë pa ndalim janë atë thellësinë aty që është e mbushur dhe me ujë në kushte të vështira për shkak të pozicionit gjeografik që ka ky tub. Megjithatë, ju jeni sot këtu, ndërkohë që një protestë të zhvilluar në bashki dhe po kërkojnë ballafaqim me kryetarin e bashkisë. Protesta organizohet nga opozita edhe nga anëtarët e Këshillit Bashkiak të opozitës që janë shumë të qartë që bashkia nuk ka varësi ujësjellësi nga bashkia e Vlorës, ata janë shumë të qartë nga ana administrative dhe ligjërisht dhe nuk është momenti të bëjnë opozitë me një fatkeqësi natyrore. Opozita kemi kohë të tregojmë gishtin dhe kush janë përgjegjësit dhe unë jam njeriu i parë interesuar për gjetur përgjegjësit e gjithë kësaj situate, sepse duke gjetur përgjegjësit ne bëjmë analizën ku duhet të rregullojmë situatën e furnizimit me ujë në Vlorë. Pikërisht sepse ne kemi ditur problemet, ka qenë investimi i cili po vazhdon të implementohet në gjithë qytetin investimi i ri i ujësjellësit, pikërisht nga këto linjat e vjetra. Qytetarët sot do të vazhdojnë me bote deri në zgjidhjen përfundimtare? Lajmi i mirë është që ne arritëm të gjejmë pjesën dhe kuptohet që në gjithë rajonet e Ballkanit kemi kontaktuar në gjithë rajonet e Ballkanit që pjesa nuk është gjendur. Lajmi i mirë është që pjesa është gjendur dhe është duke arritur në aeroportin e Rinasit. Nga ana tjetër, qytetarëve u është kërkuar mirëkuptim për situatën e krijuar, duke theksuar se bëhet fjalë për një defekt teknik të rëndë.
që kërkon kohë dhe ndërhyrje të specializuar për të zgjidhur plotësisht. Sipas institucioneve përgjegjëse, objektivi kryesor mbetet rikthimi i furnizimit normal me ujë të pishëm për të gjithë qytetin e Vlorës në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme. Pritet që orët në vijim të jenë vendimtar për përfundimin e riparimit, ndërsa pas instalimit të materialeve të reja do të bëhet sërish testimi përfundimtar i linjës. Autoritetet kanë garantuar se do të vijojnë të informojnë qytetarët në kohë reale për çdo zhvillim të lidhur me furnizimin me ujë në Vlorë.